Të nderuar teleshikues, përshëndetje, unë jam Roland Qafoku dhe ky është emisioni Dekalog. Jemi live këtu në Dritare TV, duke nisur të diskutojmë për një ngjarje me të vërtetë shumë e rëndësishme si në aspektin politik, por edhe të drejtësisë. Gjykata e posaçme antikorrupsion ka marrë një masë sigurie për zëvendëskryeministren dhe ministren e infrastrukturës zonjën Belinda Balluku, duke e pezulluar atë nga detyra. E lexojmë pak a shumë vendimin. Gjykata e posaçme ka marrë 2 masa sigurie për Belinda Ballukun, pezullimin e ushtrimit të detyrës dhe funksionit si zëvendëskryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe ndalimin e daljes së saj jashtë vendit. Ky vendim është dhënë nga gjyqtari Erion Çela, i kërkuar, pra kërkesën në gjykatën e posaçme ka bërë prokurori Dritan Prençi, edhe ky prokuror i prokurisë speciale, pra i SPAK-ut, antikorrupsion. Akuza që është vendosur, është atashuar zonjës Balluku nga prokurori Prençi është shkelje e barazisë së tendra. Në fakt, ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm për drejtsinë dhe për politikën, duke sikur nga marrja e pandehur e zonjës Balluku disa ditë më parë, duke sikur ujërat u qetësuan, ajo ishte marrë e pandehur, u thirr madje edhe në SPAK, dhe duke sikur ujërat ishin qetësuar dhe nuk ishte asnjë problem për zonjën Balluku, ajo pas disa ditësh që nuk kishte dalë publikisht, qoftë me deklarata, qoftë me prononcimet e saj, ajo shfaq madje edhe në parlament, ajo shfaq edhe në rrjetet sociale, duke sikur nuk kishte ndodhur asgjë, madje edhe në mbledhjen e qeverisë shqiptare me atë italiane në Rom, zonja Balluku ishte prezente aty dhe dukesh një lloj qetësie saj, nga ana tjetër dhe zoti Rama nuk ka ndërmarrë një nisëm për largimin e saj, por ndërkohë sot ky është zhvillimi i minutave të fundit që zonja Balluku është pezulluar nga detyra me vendim të gjykatës së posaçme. Informacionet më të fundit janë që zonja Balluku në këto momente ka shkuar në kryeministri dhe është duke zhvilluar një takim me kryeministin Edi Ramën, pritet që të merret në një vendim, të paktën pritshmëria, po kjo deri tani ne nuk kemi një deklarat apo një deklarim zyrtar apo një vendim zyrtar, por ajo që vlen për të përmendur është që ky është vendimi më i rënd, më i fortë i SPAK-ut që është marrë ndonjëherë ndaj një funksionari më të rëndësishëm të qeverisë dhe të maxhorancës. Pra zonja Ballukun që nga ky moment pezullohet nga detyra e kryeministres dhe e ministres së infrastrukturës dhe i ndalohet dalja e saj jashtë Shqipërisë. Normalisht në këto momente ajo nuk është më në të dyja këto detyrat e larta që ajo mban, por gjithsesi ne do presim edhe lëvizjet e tjera politike të zotit Rama dhe të zonjës Balluku. Për diskutuar për këtë ne do kemi disa kolegë zyrtar, analistë edhe jurist, po fillimisht ne kemi një lidhje në këto momente me Andi Shkirën, profesor pedagog në Universitetin e Tiranës në fakultetin juridik dhe një mik i prershëm i emisionit Dekalog këtu në Dritare TV. Nuk e di nëse në këto momente do ta kemi zotin Shkira, po Andi, përshëndetje. Përshëndetje Landi. Të falenderoj për prezencën se nuk kemi në kushte shumë normale dhe unë e vlerësoj shumë gatishmërinë tuaj, por janë zhvillime të tilla të drejtësisë dhe të politikës së Shqipërisë që unë këmbgulaj që të kishim patjetër këtë dhe të zhvillonim këtë bisedë. Tani ju vetë si e pritët këtë vendim të gjykatës së posaçme për pezullimin nga detyrat si zëvendëskryeministre dhe si ministre e infrastrukturës zonjën Balluku dhe ndalimin e saj për dalje jashtë shtetit, ndalimin e pasaportës? Atëherë sërish vijojmë të konfirmojmë edhe një atë që kemi thënë kryetarës që drejtësia është e pavarur. Pra çfarë do të thotë drejtësia është e pavarur? Drejtësia nuk ndikohet se çfarë fuqie ka personazhi që është në hetim apo personazhi që është i pandehur apo çfarë do lloj statusi juridik që ka. Dhe në këtë rast ju e thatë shumë mirë që për fjalë të zëvendëskryeministren dhe për ministren Belinda Balluku, për të cilën është marrë një masë sigurie. Për mua, masa e sigurisë nuk është në proporcion, sepse mund vazhdon dhe të ndiqej në gjendje të lirë, por megjithatë është një masë që nuk cënon, po themi, atë kalimin shumë të madh siç është vepruar me zotin Veliaj, për shembull, i cili është mbahet në masë sigurimi arrest me burg. Megjithatë, nuk ka ndonjë gjë
të hatashme tek masa e sigurisë pezullim nga detyra, sepse ka ndodhur me shumë zyrtarë të tjerë, të cilët janë pezulluar përkohësisht nga detyra, kanë mbaruar atë fazën e hetimeve ku mendohet që qenia e tyre në detyrë mund të prishin provat dhe më pas janë kthyer sërish në detyrë. Ze këtu për shembull rastin e kreut të Komisionit Prokurimit Publik, i cili u pezullua përkohësisht nga detyra, u detyrua të thirrej të paraqitej në SPAK për disa seanca dhe më pas kjo mas sigurimi për pezullimin e tij nga detyra u hoq dhe vazhdon normalisht detyrën. Pra, nëse provohet që në fund personazhi nuk ka lidhje apo nuk është subjekt më i asaj vepre penale dhe gjykata e çmon që kjo mas sigurimi duhet të bjerë, masa sigurimit hiqet dhe subjekti rikthehet sërish në detyrë. Andi, kemi njoftimin e parë të gjykatës posaçme antikorrupsion. Përshëndetje gjithëve, uroj t'jeni mirë, lidhur me lajmin e publikuar në media për caktimin e masave të sigurisë ndaj zonës kryeministres Zonjës Balluku, në kushtet që masa e sigurimit kanë karakter sekret, gjykata në këtë moment nuk ka njoftim zyrtar për të ndarë me median dhe publikun. Në momentin e dur, procedurial do të njoftoheni zyrtarisht nga ana e gjykatës. Pra, kërkesës së gazetarëve që gjykata t'japi një informacion, gjykata është përgjigjur në këtë formë. Zënës kryeministja dhe ministra e infrastrukturës Belinda Balluku për gjithë ata që na ndjekin, u mor zyrtarisht e pandehur më 31 tetor të vitit 2025 me akuzën e shkeljes së barazisë në tendera publik. Hetimi, siç dihet, lidhet me procedurën e tendrit për ndërtimin e tunelit të Llogaras në seksionin rrugor Orikum-Himar. Kjo është pjesë e autostradës Vlorë-Sarandë. Në fakt, tendri i fillim për informacion u hap në 11 vjetor të vitit 2020 dhe u anullua dhe u rihap sërish në 22 qershor 2021 me fond limit gati 190 milion euro në mos gaboj. Pra, Andi, ky ishte deklarimi parë dhe njoftimi parë për shtyp, që në fakt nuk është një njoftim, por një sqarim më shumë të bërë nga gjykata e posaçme pas vendimit që është bërë sot. Ndërkohë, brenda vendimit të dhënë nga gjykata e posaçme, kemi dhe një vendim tjetër, 2 varësit e zonjës Balluku, gjykata e posaçme i ka lënë arrest shtëpie. Bëhet fjalë për Erald Elezin, drejtori i Keshit, dhe kreu i ARSH-s Gentian Gjyli. Pra, 2 drejtorët që vareshin direkt nga zonja Balluku. Zoti Elezit i është komunikuar akuza shpërdorim detyre dhe shkelje barazisë të tendrave dhe ai është marrë i pandehur, ndërsa drejtori aktual është marrë i pandehur dhe drejtori aktual. Ish drejtori i Keshit është marrë i pandehur dhe pohetohet. Këtë e ka thënë në fakt zoti Dumani dhe ko më parë. Por më e rëndësishme është vendimi që është marrë për zonjën Balluku. Ka një diskutim ose një hamendësim ose edhe informacione të sunguara që nuk janë zyrtare që zoti Erviz Berberi mund të jetë ai një lloj bashkëpunëtori i drejtësisë, por deri tani ne nuk kemi gjë të konfirmuar dhe të siguruar, sepse janë ato publikimet nga celulari i tij, ato që kanë përbërë provë për marrjen e masës së zonjës Balluku si të pandehur në vendimin e parë, por edhe kjo për pezullimin e saj nga detyra, për arsyetimin që zonja Balluku mund të dëmtojë provat, por edhe ndalimin e saj jashtë shtetit. Fakt kemi një deklaratë të parën të ish deputeti Petro Koçi, një nga zërat më kritik brenda maxhorancës, i cili ka reaguar pas vendimit të gjykatës të posaçme. Koçi në fakt shkruan gjithë përshtatshmëria e deleguar sidomos nga lart, edhe se shijon si magjike e kthen vet engjëllin në djall. Imagjino se ç'ndodh kur djalli maskohet si engjëll qysh në krye të erës apo kur shpirti prej luksit nduket sundohet nga provincializmi. Arrit deri aty sa pinjolle familjeve që na kanë dërmuar dhe shqyer votat e PS-s në vitet fashiste të qeverisjes Berisha të zgjidhen si deputete socialiste. Dita kur mendon se ligji është pengesë për shpalosjen e sukseseve të personalitetit tënd, është dita e verifikimit se korrupsioni të ka mbërthyer dhe të ka tjetësuar, nëse nuk ja ke nisur punës me hile qysh në fillim.
Pra është një reagim I parë nga vetë maggioranca, një deputeti që cilësohet si nga më të ndershmit që ka Partia Socialiste, por në fakt tani ai nuk është më deputet, nuk ka asnjë funksion në Partinë Socialiste. Nuk e di, e kam ende Andin? Petro ndoshta e ka dhe pak ndikim emocional se ka qenë deputeti Qarku të Fierit, edhe Po ju socialistët shumë emocione I merrni, gjitha ju keni shumë emocione, edhe ti madje shumë emocione ke tani. Unë në Petro ne kam s'kam emocione, unë thjesht kam sikleti që nuk jam aty në studio për të qenë më I gatshëm për të debatuar, po unë Petro më thash e kam mik të cilin për çuditërisht e kam bërë në një nga emisionet ku kemi qenë bashkë të ftuar ca vite për para. Flasim për Zonjë Balluku, lere Petro s'është as deputet tani, unë e kam mik më shumë se ty po. Pikërisht se Petro s'është më deputet, prandaj dhe ka ca reagime emocionale. Jo, se flet Petro edhe kur s'ka qenë deputet, po e lëm Petron, flasim për Zonjën Balluku. Tani, si shikonin, është siklet tani, është në vështirësi maggioranca dhe zoti Rama si pret që ta shkarkojë Zonjën Balluku? Tani, nuk ka lidhje me shkarkimin apo jo. Aty është marrë një mas pezullimi. Tani, janë ca situata që politika dhe drejtësia jonë nuk ka qenë asnjëherë përballë të tilla situatave dhe nuk dihet se si veprohet në këto raste. Pra sepse nuk mund të rri me një ministër të pezulluar në detyrë. Qeveria është vetëm që është një ministri shumë e rëndësishme. Apo me zëvendësimi ministër në një fazë që po ndiqen shumë hapa dhe procedura të rëndësishme për sa përket përqasjes legjislacionit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, të thash, është një vendim I cili mund të zgjasë shumë pak, mund të zgjasë shumë, por në çdo moment mund të revokohet dhe mund të kthehet në detyrë. Kështu që në këto kushte është pak e vështirë dhe do duhet një interpretim pak më I zgjeruar dhe nga ana e politikës dhe nga ana e drejtësisë se si duhet veprohet në këto raste. Pra nuk është e lehtë që të merret të jepet një opinion kryekëput pozitiv apo kryekëput negativ, edhe nga pikpamja politike, por edhe nga pikpamja juridike procedurale, duke qenë se thash, ne nuk kemi një eksperiencë të mëparshme të tillë, duke qenë se drejtësia dirigjohej më përpara nga kryeministri dhe kësaj radhe nuk kemi më në këto kushte. Drejtësia nuk dirigjohet më nga kryeministri, por pasohet vetë kryeministri. Besoj që është në një situatë që do të marrë një vendim të ekuilibruar, të konsultuar politikisht dhe juridikisht me ekspertët e vet më të mirë. Nga kjo pikpamje. Ky lloj vendimi Andi s'ka nevojë për ekspertë. Këtu vendime merr Rama dhe pikë, s'ka nevojë çaj eksperti do marrë Rama këtu mendimin tani. Po jo pra, se nuk është kaq e thjeshtë, pra prandaj po them, nuk është kaq bardh e zi, nuk është nuk janë si ato historitë me ballistë dhe me partizan këto, që ca janë këtej, ca janë këtej. Tu kërkohet një ekuilibër I rafinuar që të mbaj atë aromën e Brukselit, atë aromën e shtetit me parimet fundamentale dhe të paprekshme, se si veprohet në ato shtete ku demokracia është e konsoliduar dhe drejtësia është e pavarur nga politika. Pra ne po eksperimentojmë për të parë këto lloj situatash ku zëvendës kryeministri është në hetim dhe ka një masë sigurie ndaj tij. Ndaj bashkisë më të madhe të kryeqytetit është në arrest me burg dhe ka një masë sigurie që po zgjat tej parashikimeve apo jashtë çdo lloj arsyetimi. Dhe nuk është kaq e thjeshtë që të dalim në konkluzione në këtë moment. Por ajo që unë dua të them në lidhje me Zonjën Balluku, patjetër nuk është e lehtë që ti jesh në hetim, por juridikisht unë nuk e shoh kaq shumë me vend këtë hetimin për Zonjën Balluku, sepse nuk ka qenë decision maker, nuk ka qenë njeriu që merrte vendimet në fazën finale të procesit. Pra ka qenë patjetër një ministre në detyrë për një procedurë e cila ka qenë pjesë e një drejtorie në varësi të asaj ministrie, por nuk ka qenë personi që ka kryer procedurën. Pra zakonisht në të drejtën penale nuk ka përgjegjësi kolektive. E bën bashkë, nuk e bën bashkë. Përgjegjësia penale është individuale dhe është e personit që ka patur detyrën dhe përgjegjësinë funksionale dhe ligjore për të ekzekutuar veprimin. Patjetër gjithmonë nëse zbulohet që aty ka një aferë, por Zonja Balluku nuk ka qenë drejt për drejt e lidhur me këtë
projekt, me këtë procedurë. Kështu që në këtë kuptim e shoh që do të jetë një hetim i cili është vetëm nga pikpamja procedurale i tillë që përfshizoj Balluku, por nga ana materiale nuk besoj që ka hapësira për të shqetësuar nëse avokatët e zonës Balluku i kanë gjitha dokumenta në dosje dhe do të dinë të bëjnë një mbrojtje të mirë të saj.